Për të kuptuar politikën e Benjamin Netanyahu, duhet kuptuar trashëgimia ideologjike e familjes së tij dhe rrënjët e sionizmit revizionist. Nga gjyshi Nathan Milejkovski te babai Benjamin Netanyahu, familja e kryeministrit ka qenë e zhytur thellë në traditën e sionizmit revizionist të Zeev Jabotinskit, i cili predikonte forcën dhe refuzimin absolut të kompromisit me arabët. Benjamin Netanyahu e shihte konfliktin si të përhershëm dhe arabët si armiq natyror, një botkuptim që u trashëgua drejt për drejt te i biri. Netanyahu është produkti ndërturjes së dy botëve, establishmentit amerikan dhe nacionalizmit ekstrem hebre, shkruan Dan Steinbock, i cili shton se me mbështetjen e figurave të Likudit dhe lidhjet e forta në Washington, Netanyahu u pozicionua si pasardhësi ideal i elitës së dhunshme të së djathës izraelite, që rrithe nga organizatat terroriste Irgun dhe Stern.